Nazlie Kasa është nëna një vajze, sot 21 vjeç, e cila që në moshën 3 vjeçare u diagnostikua me çrregullimin e spektrit të autizmit. Sikurdomos mjaftonte kjo sfidë, disa vite më vonë vajzës ju shfaq edhe sëmundja e epilepsisë. Vajza është 21 vjeç, në moshën 3 vjeçare filluan edhe krizat epilepsi. Në një rrëfim për Vision Plus, nëna e Anxhi Kasës tregon se prej shumë vitesh përballet me vështirësi të mëdha. Ajo kujton se kur vajza ishte 7 vjeç, bashkëshorti i saj ndroi jetë si pasojë një infarkti kardiak. Mes dhimbjes, ajo shprehet se nuk mungojnë as paragjykimet nga shoqëria. Jo, nuk punoj, jam pa punë. Nga kempi Gocës, të dyja bashk marrim 300. Unë kujdestarin edhe Goca marrim 300 vjetra bëhet fjalë. Duhet jemi 24 me 24. Se mund ta kapin krizat kudo, mund bie kudo. Edhe ne jemi gjithmonë, as shkojmë dikun, as punojmë do. Të ndjekin fëmijët e vet, se nuk kemi rrugë tjetër.